vendosur, se janë, nuk e di, janë partjak të thekur me testra në xhep, që është kështu më mirë, ku po shkon ky popull, ma. E shiti gjithë vendin, mora. Ky vend ka që i bekuar, me këto njerëz të mallkuar, ku po e çon të popull. Turp e mëndin. Në Europë më po na çojnë. O me integrim, o me emigrim. Faleminderit zënë për telefonatën. Shumë e bukur ishte kjo, Flavio. Ndërkohë, faleminderit shumë, ishte e çastit. Ndjeva shumë krenar për veten. Ndërkohë, mirëmëngjes Greta dhe Flavio, ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që janë këtu dhe në emigrim që t'i largojmë këta të poshtër, se këta vjedhin dhe nuk shkojnë në burg, por mbajnë postet që kanë, po na udhëheqin këta të poshtër. Interesante shumë, ndërkohë u shkruar një përshtjellim publik, a thua se Velia ka dalë i pafajshëm nga akuzat penale të cilat rëndon mbi të. Jo, në gjykatën kushtetuese nuk është gjykuar fare çështja Veliaj, është gjykuar vetëm procedura dhe rruga e shkarkimit të tij në Këshill Bashkiak, në qeveri dhe dekreti i presidentit për zgjedhjet e 9 nëntorit. Kështu që njerëz ndajeni çështjet, është thjesht një teknikalitet administrativ ky, sa i takon akuzave penale që ka, edhe pse nuk kanë lidhje me ato akuza që emisioni Plug, Syri Televizion apo opozita i kanë bërë zotit Velie, pra nuk për të rënë shkurt, nuk po gjykohen ato afera ku dora pasi përkëdhel Velie në shkon të Rama dhe të thesi i tij i vogël, për ato nuk po gjykohet. Kështu që nuk ka thënë askush që është i pafajshëm, kanë thënë që është ende kryetar bashkie. Pastaj sa i takon gjykimit, ju mos harroni keni kryetarin e Rogozhinës që ka një vit i dënuar. Po, dhe vazhdon të jetë. Vazhdon të jetë kryetar bashkie, shkon në zyrë çdo ditë si plumb i shkruar. Po. Por po pret apelin. Jo Skënderben. Jo, ai pret apelin që i vjen si plumb i shkruar, edhe nuk ka as rrugë për të bërë shkreti. Se aty